Duke qenë në prag të zgjedhjeve të 11 majit të këtij viti, diskutuam me prokurorin e përgjithshëm që brenda fushës së përgjegjësisë secilit prej mes institucione, çfarë mund të bëjmë më mirë në aspekt të koordinimit për t'u përgjigjur në kohën e dur dhe në mënyrën e dur të gjitha problematikave që lidhen me procesin zgjedhor. U dakordsuam së bashku për të ndërtuar një protokoll të koordinimit dhe të bashkëpunimit të dy institucioneve, secili duke ruajtur fushën e vet të përgjegjësisë, për të adresuar pra sa mund të adresojmë bashkërisht problematikat të procesit zgjedhor. Ne këtë vit kemi vendosur të ndërmarrim një sër veprimesh të cilat synojnë në rritjen e eficiencës që ka të bëjë me bashkëpunimin mes institucioneve. Në diskutimin që kisha me zotin Seli Bashi, kemi për objektiv të rrisim, maksimizojmë eficiencën e ndërveprimit mes KQZ-s dhe sistemit prokurorisë. Ajo që ne synojmë është thelbësisht është transmetimi i shpejtë i informacionit, vlerësimi në kohë reale dhe përgjigjja në kohë reale e prokurorisë dhe strukturave të tjera të ligjvërtetuese ndaj çdo sinjalizimi për shkelje që kanë të bëjnë me procesin elektoral dhe që bëjnë vepër penale.